Unë jam banus këtu në qytetin e Malikit, po vjen nga fshati më i thellë i kësaj bashkie Dushar. Edhe dua të flas në emër të atyre fshatarëve të aty. Dushari është fiks 65 kilometra lart, që të bësh një qymes pulash. Ai Dushari duhet vit marrë lejë në bashkinë në Korçë, po nuk ka arrin dot. Për arsye se do fler një natë në hotel. Po ditën tjetër ai merr dot lejen të bëj qymes e pulave, se patronagjisi është gati, e çoj lajmërimin, po bën qymes. Edhe një pyetje do t'i bëj kryeministrit. Kjo bashki e madhe që po bëhet, nxjerr 6 deputet. Le të nxjerrin një. Pse na duhen 6 deputet neve? Mja e kemi një, ato 30 milion lekë që marrin ata 6 deputet, bëhet një qendër fshati. Edhe s'ka më keq. Faleminderit.